Në orët e para të mëngjesit, një shpërthim e lëndë plase të ronditi oborrin e shtëpisë së Bujtan Kapa, administratori i njësisë administrative dhe antar kryesie e Partisë Demokratike në fshatin Tocto me Malejt. Sipas pamjeve filmike, 2 personat maskuar kanë zbritur nga një automjeti për Range Rover, ka vendosur dhe aktivizuar lëndën eksplozive dhe më pas janë larguar drejt aksit rrugor Krahës me Malej. Në afërsi të fshatit Qesarat, ata kanë ndjekur automjetin e përdorur dhe janë arratisur në këmbë derisa policia ka nisur kërkimet dhe kontrollet për kapjen e tyre. Kapa ka mohuar që ngjarja të ketë lidhje me funksionin e tij administrativ apo me aktivitetin politik, duke theksuar se nuk ka konflikte të hapura me askënd. Ai ka deklaruar për policinë se pak para shpërthimit qeni i shtëpisë po lehte shumë dhe ai u përpoq të dalë jashtë për të parë se çfarë po ndodhte, por gruaja e ndaloi. Eksplozivi shkaktoi dëme materiale në disa drejtaret banesës pa pasoja për persona. Policia vijon kontrollet dhe hetimet për të identifikuar dhe arrestuar autorët, ndërsa po punohet për zbardhjen e plotë rrethanave që çuan në këtë sulm të qëllimshëm. Autoritetet theksojnë se prioritet mbetet siguria dhe ndjekja penale e të gjithë të përfshirëve në këtë akt kriminal.